duhet jetë dhe policia në rrugë dhe të mos merret po themi me atë rregullimin vetëm të trafikut, po duhet merret dhe me këta kamikaz, sepse unë i quaj kamikaz. Siç pash unë dje, një parakalim 4 në rrugën e Elbasanit dhe në pika ku ka ndodhur me 10 aksidente rrugore dhe është për të ardhur keq. A kishte prezencë policie në atë moment? Jo, natyrisht që s'kishte. Nuk kishte. Dhe është e veçanta se janë gjithmonë targat e dedikuara. 3 dysha, 3 tresha, 3 katra, 3 pesa, 3 gjasha, 3 shtata, 3 teta dhe 3 nënta. Po i përmenda jo pa qëllim të gjitha. Ajo targ mund të kushtoj 2 milion lekë të vjetra, 3 milion lekë të vjetra, po mos u habit. Vetëm targa? Vetëm targa. Është dëshirë e tia, për ta pas dedikuar. Po kjo nuk shkon. Sepse këto i marrin ata që kanë, sepse unë nuk jam aq i pasur sa të bëj një targ. E zëm se e blem targën, për çfarë do më shërbej ajo targë? Që ndryshe nga ato tjera? Ajo i shërben, po për të ndryshuar nga tjera, pse se kupton? Këto mjetet janë kryesorët, të cilët po i bëjnë këto veprime, sepse ju ndoshta nuk e dini, po po them. Po ka një rregull që nuk të heqin më lejen e drejtimit tani. Je sigurt. Ky urdhri, po që më thatë dhe pak më herët. Mjafton të paguar 2 fishin e gjobës. Nuk tiqet patenta, që siç ka ekzistuar. Kjo është absurde. Ky vendim i Drejtorisë Përgjithshme të Policisë duhet anulluar, kam 2 vjet që e kërkoj.